Besart, nesër përballemi me Rabotničkin, një ndeshje shumë e rëndësishme kur e dim që fitoria na nxjerr kampion. Sa është e gatshme skuadra të përgjigjet në lartësinë e dur në këtë përballje? Të gjithë ne e dimi rëndësinë e kësaj ndeshje. Jemi të përgatitur maksimalisht, kur e mendojmë që me fitore nesër matematikisht jemi kampiona, edhe jemi të gatshëm për lojën e nesër. Mendon që skuadra do të performojnë në lartësinë e duhur, duke ditur që realisht është parë në ndeshjet e fundit një ngërç, ndoshta më shumë psikologjik nga fakti se kjo fanellë që po bartim peshon edhe titulli sigurisht që sjell edhe presion. Çdo herë mendoj se normal që këtu në Shkëndij është vështirë me presionin që e kemi të gjithë ne ta hapim çdo herë atë që e pret publiku. E dimi të gjithë ne që janë të dëshpëru dy rezultatet e fundit, por unë besoj që ne jemi të vetëdijshëm edhe shpresoj që nesër ta fitojmë ndeshjen edhe të shpallemi kampion. Si ndjehet Besart Ibrahimi, 6 titull ke fituar paraprakisht në karrierë, 3 me Shkëndijën, 1 me Renovën, 2 me Strugën. Ke ndonjë emocion? Çka ndjen ky njeri që ka bërë mbi 200 gola në kampionat, mbi 150 për Shkëndijën? Si është ndjenja atë? Ke emocion apo thjesht vazhdon të numërosh? Ta them drejtën, normal që kam emocion, por kur mendoj që të gjithë tifozët, ballistët i kanë syt nga ne, do mundohem çdo aspekt me bashkëtarët e mi, t'i gëzoj edhe ta festojmë titullin së bashku. Besart, e ndjen që ndoshta edhe publiku ka pritur më herët ta kishim mbyllur garën për titull, por sigurisht nëse nesër fitojmë harrohet gjithçka dhe merret ai qëllimi për çka kemi luajtur nga fillimi i sezonit. Siç ka pritur publiku, po ashtu edhe ne e kemi prit. Mos vazhdojmë me këtë presion, por ndoshta nesër do jetë ajo çështje mbi tort edhe do jetë më ëmbël titulli kampion. Po shpresojmë njerë ta fitojmë edhe normal që doja dedikoja familjes time që më kam përkra çdo moment, tetovës, ballistëve, të gjithë tifozëve që janë pranishëm te ne.